Këngëtarja e njohur Dafina Zeqiri u pa sot mes dhjetëra figurave publike që kishin ardhur për t'i dhënë lamtumirën e fundit artistit të ndjer Shpat Kasapi. E shoqëruar nga bashkëshorti i saj, biznesmeni Kreshnik Gjergji, Dafina u shfaq me një pamje të zymt dhe të pashpirt, duke reflektuar dhimbjen e thellë që kishte lënë pas lajmit ronditës i vdekjes së kolegut të saj. Në momentin kur ajo hyri në ambientet e ceremonisë së homazheve, vërehej qartë se emocionet e kishin pushtuar. Sytë e skuqur dhe fytyra e përlotur rrëfenin më shumë se sa çdo fjalë. Dafina nuk i përmbajti dot lotët teksa afrohej pranë arkivolit, duke prekur me dorë në shenjë respekti dhe dhimbjeje për humbjen e një artisti me të cilin kishte ndarë skenën, projekte dhe vite miqësie. Ajo ju afrua më pas familjarëve të Shpat Kasapit, duke i përqafuar me shumë delikatesë. Burime pranë familjes treguan se Dafina ka qenë gjatë gjithë këtyre ditëve në kontakt me ta, duke ofruar mbështetje dhe ngushëllime. Përqafimet e saj të gjata dhe fjalët që u tha me zë të ulët familjarëve, duket se i preknin thellë edhe ata, të cilët e falenderuan për prezencën në këtë ditë të rëndë. Vdekja e papritur e Shpat Kasapit ka lënë një boshllëk të madh në botën e muzikës shqiptare. Tronditja ka kapluar jo vetëm familjen dhe miqtë më të afërt, por edhe kolegët e tij artistë, të cilët prej ditës së parë po shprehin dhimbjen dhe mosbesimin për humbjen e një prej zërave më të dashur të muzikës moderne shqiptare. Edhe fansat nuk kanë pushuar së ndari kujtime, fotografi dhe mesazhe prekse në rrjetet sociale, duke treguar se Shpati mbetet një figurë e pambajtshme në zemrat e tyre. Ceremonia e sotme, ku figura të njohura të estradës shfaqën respektin e tyre të fundit, e dëshmoi edhe një herë ndikimin e madh që Kasapi kishte në publik. Në mesin e tyre, Dafina Zeqiri ishte ndër emrat që emocionoi të pranishmit me reagimin e saj të sinqertë dhe të thellë, duke treguar se humbja e Shpatit është një dhimbje që prek të gjithë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.